Përshëndetje! Mirë se erdhët në videon time të radhës ku do diskutojmë konsumimin e bukës. Unë marrë shumë pyetje nga vajza në Instagram ku më pyesin nëse duhet konsumuar buka apo jo dhe llojet e ndryshme të bukës që duhet të konsumojmë. Dhe prandaj vendosa të bëj një video të shkurtër ku t'ju shpjegoj se çfarë mendoj unë për konsumimin e bukës, vlerat që buka ka dhe se si duhet konsumuar. Atëherë, nëse flasim për bukën si një produkt ushqimor, në realitet nuk është se ka ndonjë vlerë të lartë nutricionale. Nuk ka makronutrientë siç ka mishi, siç kanë perimet, siç kanë frutat, që marrin minerale, vitamina etj. Por ka vetëm sheqer, sidomos buka e bardhë dhe buka e zezë, ka goxha sheqer dhe kalori të tepërta. Dhe normalisht nuk e kemi të nevojshme fare që ta konsumojmë në dietën tonë të përditshme. Por kjo nuk do të thotë se nëse neve konsumojmë bukë, neve do shëndoshemi, sepse nuk ka asnjë ushqim që po ta konsumosh vetëm atë ushqim, ai ushqim do të shëndoshi, ose një ushqim tjetër që po ta konsumosh, ai ushqim do të dobësoj. Prandaj, buka mund të konsumohet, nuk është për të patur frikë, sepse nëse ti ha 2 feta bukë në ditë, nuk do të thotë se do të marrësh kile. Ne veshtojmë kile në momentin që mbi ushqehemi, në momentin që dieta jonë nuk është e pasur me perime, me mish, me fruta, por është e pasur me ushqime të përpunuara, me ushqime që kanë shumë sheqer etj. Prandaj duhet të harroni atë fiksimin se buka na shëndosh. Jo, buka nuk të shëndosh. Në momentin që ti e konsumon bukën, në atë masë që duhet, që do të thotë të mos ta hash gjysmë buke në çdo vakt, atëherë buka nuk të shëndosh dhe nuk duhet patur as pak frikë. Unë, personalisht, bukën nuk e konsumoj në regjimin tim ushqimor të përditshëm. Nuk e konsumoj sepse mua më bën të ndihem me fryrë, më jep kolit dhe nuk ndihem mirë dhe nuk ja vlen që unë ta konsumoj në jetën time të përditshme. Edhe pse më pëlqen. Megjithatë, në momentin që mua më dua të ha kulaç, dua të ha pite, dua të ha bukë, unë e konsumoj. Sepse buka nuk më shëndosh. Ka rëndësi se çfarë unë ha gjatë ditës. Nëse gjatë ditës, për shembull, unë konsumoj perimet, konsumoj gjellet, ushqim të shëndetshëm dhe vendos që në darkë të ha 2 feta bukë, me kripe dhe me vaj, për shembull, që unë e kam shumë qejf. Kjo nuk do të thotë që unë do shëndoshem, sepse kam ngrënë shumë shëndetshëm gjatë ditës, jam brenda kalorive dhe buka nuk më shëndosh. Prandaj, shpresoj që të kuptoni se buka nuk është armiku as pak. Çfarëdo lloj ushqimi, nëse juve e konsumoni më shumë se sa duhet, do ju shëndoshi, qoftë bukë, qoftë ku ta diun lloje të ndryshme të mishrave, qoftë edhe frutat, nëse juve mbi konsumoni, do shëndosheni, sepse merrni më shumë ushqim se sa energji që harxhoni. Dhe unë do ju këshilloja vetëm një gjë të keni parasysh, që të mos konsumoni bukën e bardhë, bukën e zezë, por të përpiqeni të konsumoni bukët që bëhen me shumë dritra të ndryshme dhe me shumë fara të ndryshme, sepse kanë pak më shumë vlera nutricionale se sa këto bukët e tjera. Dhe gjithmonë do ju këshilloja që më e mira do ishte ta bënit vetë në shtëpi, sepse e ke në dorë se sa i hedh krip sheqere këto të tjerat, ose ta bleni në furrë buke. Por asnjëherë mos blini bukë në supermarket. Bukët që janë të futura në qese, që shiten për hamburger, që shiten për, pita bread, të gjitha këto mos i blini, sepse përmbajnë shumë sheqer dhe hyn tek ajo pjesa e ushqimeve të përpunuara, që unë ju them gjatë gjithë kohës të mos ju konsumoni, ose ti konsumoni në mënyrë minimale, një herë në javë, kur juve ju duhet patjetër se nuk keni kohë për të gatuar mirë. Prandaj, mos u fiksoni te konsumimi i bukët, të ha apo të mos ha bukë, por konsumojeni me sasi të kontrolluar. Nëse ju pëlqen buka dhe nuk jetoni dot pa bukë, pa problem. Konsumojeni bukën, mund të konsumoni 2-3 feta në ditë, po pa e kaluar masën dhe i kushtoni rëndësi se çfarë konsumoni gjatë pjesës tjetër të ditës. Okej, sepse nëse ti ushqesh shëndetshëm tërë ditën dhe hëngër 2 feta bukë, s'ka problem. Je shumë okej. Por nëse ke ngrënë byrek edhe pastaj hap pilaf me bukë, edhe i futet një makarona me bukë përsëri, atëherë nuk është okej. Shpresoj të keni kuptuar se buka nuk është armiku, buka nuk na shëndosh, buka as nuk na dobëson, buka është lezet, ka lezet. Mua më pëlqen shumë buka, e dua shumë bukën, e konsumoj kur dua ta konsumoj bukën dhe nuk e kam frikën ta ha bukën. Shpresoj dhe juve ta hiqni fiksimin që keni me bukën.
Ju falenderoj që pat videon time deri në fund dhe në qoftë se njini në një person tjetër që është me më dyshje ta ha po mos ta ha bukën, ju lutem dërgojeni këtë video dhe shpresoj t'ju ke ndihmuar dhe juve dhe çdo tjetër që shikon këtë video të kuptoni se buka nuk është armiku dhe buka nuk të shëndosh. Mirupafshim, do dëgjohemi në videon e radhës.